Shoqata Humanitare Bereqeti dega në Prizren, që ditës së sotme kemi dhëru qersat e shtëpisë për familjen 5 anëtare të Bargashit këtu në qytetin e Prizrenit. Në emër të Këshillit Bashkisë Islame në Prizren dhe Shoqatës Bereqeti, shfrytëzoj rastin që të falenderoj të gjithë njerëzve të cilët kanë kontribuar në mënyra të ndryshme që me ardhë më përfundu kjo shtëpi dhe kjo familje tash më bë me kul ndiku. Gjithashtu, shfrytëzoj rastin ta falenderoj për kontributin e veçantë të cilin e ka dhënë edhe Imam i Lagjës, kujtimi i familjes Nimaj, për një angazhim të madh që ka dhënë për ndihmën me ofru kësaj familje. Andaj njerëz të vullnetit mirë, vazhdoni që të kontriboni sepse kontributi juaj është zbutje gjendjes ekonomike të rënduar të cila po i rëndon familjet në nevojë. Besim me shpresë që do të vazhdojmë edhe me aktivitete tjera dhe lutim Allahun që të shpërblej çdo kon që ka kontribuar në këtë drejtim në shoqatën Bereqeti.